Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Ikin dhe ja u thash dhe në parlament si që pat ju. Ishte shumë e drejtë që në parlament të vinë. Bost e karteleve sësa këta, se ata janë të vërtet, kurse këta janë thjesht shërbëtor të tyre. Për gazetarët foli dhe Monika Kryemadhi. Nuk shoh ndonjë përgjegjësi të madhe, nuk kam kam qenë lider e fushatës ti, kam qenë një nga personat që kërkon të votë për Ilir Metën. Dhe ajo që dua të them një gjë tjetër, që s'ka të bëj fare përgjegjësia e votave për atë çfarë ndodh. Unë mendoj që përgjegjësinë më të madhe ne duhet ta kërkojmë ke ata që janë organizatorët e zgjedhjeve. Janë 45 deputet socialist, 34 nga opozita, si dhe 3 nga Partia Social-Demokrata e Tom Doshit, që nuk do t'jenë më pjesë e kuvendit të ri të dalë nga zgjedhjet politike të 11 majit e që u fituan mbinçëm nga Partia Socialiste. Mes totalit prej 82 emrash kishte nga ata që zgjodhën të mos garonin e të tjerë që nuk ja dolën në betejën zgjedhore të rreth 3 javëve më parë. Nuk arritën të siguronin një karrige deputeti për 4 vitet e ardhshme e që aktualisht janë në parlamentin që sot humblot në seancën plenare. Prej disa muajsh në burgun e Fierit ish deputeti demokrat Ervin Saliani depozitoi kërkesë për lirim të parakohshëm. Kërkesa ju drejtua gjykatës së Fierit që ka në jurisdiksion burgun ku Saliani vuan dënimin me 1 vit heqje lirie. Ai pretendon lirim për shkak se ka kryer 2/3 e dënimit. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Shpërthim tritoli brenda rrethimit të burgut të Fushkrujës, ngjarja ndodhi rreth orës 22:45 e dyshohet se u tentua të dëmtohet gjeneratori në institucionin e vuajtjes së dënimit. Policia mori një telefonat ku informoi se brenda rrethimit të burgut u dëgjua një zhurmë e fuqishme. Policia ka dyshime se lënda plas se u hodh nga një person me kapuç nga jashtë ambientit të burgut të Fushkrujës. Nuk ka të lënduar në njerëz dhe madje as dëm me materiale. Dyshohet se lënda plas se mund të ketë qenë në sasi të vogël ose nuk u arrit objektivi. Aksidentet përgjakin në rrugët tona, 2 këmbësor humbën jetën në Kurbin dhe në Fier. Te mbikalimi i Patokut Laç, një automjet përplasi një 59 vjeçar, drejtuesi makinës u shpall në kërkim. Ndërkaq një 82 vjeçar u përplas për vdekje nga një automjet që drejtohej nga një 23 vjeçar në vendin e quajtur Zogu i Zi. Lajme nga rajoni. Deputetët e Kuvendit të Kosovës sot dështuan për të 23-ën herë radhazi të konstituojnë përbërjen e 9 parlamentare të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Dështimi e ka zhytur vendin në ngërç politik, duke e lënë edhe pa qeveri të re, kur kanë kaluar më shumë se 3 muaj nga mbajtja e zgjedhjeve. Dështimet e njëpasnjëshme po ndodhin pavarësisht thirrjeve nga brenda dhe jashtë vendit për të lëvizur përpara me krijimin e institucioneve. Sot ligjvënësit refuzuan për të 13-ën herë të formonin një komision për mbikëqyrjen e një votimi të fshehtë për kreun e ri të organit ligjvënës. Lajme nga bota. Elon Musk po largohet nga roli i tij qeveritar si këshilltar i lartë i presidentit amerikan Trump pasi drejtoi përpjekjet për të reduktuar dhe reformuar burokracinë federale, raporton Associated Press. Largimi i tij, njoftuar në mbrëmje, shënon fundin e një kapitulli që përfshiu mira largime nga puna, shuarjen e agjencive qeveritare dhe një sërpadish. Një gjykatë amerikane bllokoi tarifat reciproke të presidentit Trump, duke i quajtur të palishme. 3 gjyqtarë të gjykatës amerikane të tregtisë ndërkombëtare vendosën se ligji i thirrur nga presidenti për tarifat nuk i jep autoritetin për ta bërë këtë. Vendimi e shkaktoi zemërimin e shtëpisë së bardhë. Ushtria ruse ka kryer krime, lufte dhe kundër njerëzimit duke sulmuar me dron shënjestra civile në rajonin jugor të Ukrainës Kherson. Kjo theksohet në një raport të ri të Kombeve të Bashkuara i përgatitur nga Komisioni i Pavarur Ndërkombëtar për hetime në Ukrainë. Shumë hyje, përfshirë Dua Lipën, i kanë kërkuar kryeministrit britanik Keir Starmer të pezullojë shitjet e armëve Izraelit, ndërsa konflikti në Gaza vazhdon. Më shumë se 300 aktorë, muzikantë, aktivistë e të tjerë përdorën një letër të hapur për t'i bërë thirrje kryeministrit të ndërmarrë veprime për t'i dhënë fund bashkëfaqësisë britannike në tmerret e Gazës. Parashikimi i motit. Për sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme për shkak të masave ajrore të lagështa me origjinë veri perëndimore. Moti vjon me shtim vranësirash mesatare deri të dendura që pasojnë me rreshtë shiu me intensitet të ulët. Temperaturat variojnë nga 9 në 24 gradë Celsius. Ndoshta një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Ersilda Doko. Unë jam Ervin Nikolla. Kjo është Top Albania Radio.